Kompania Fier Thermoelectric SHA ka njoftuar zyrtarisht fillimin e punimeve ndërtimore për projektin e saj madhor impiant energjetik me cikël të kombinuar në territorin e Bashkisë së Roskovecit. Njoftimi u bë publik përmes një shkrese dërguar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit në datën 3/11/2025, ndërsa vlera e deklaruar e objektit arrin në mbi 20.7 miliard lek. Shoqëria Fier Thermoelectric SHA ka dërguar njoftimin zyrtar institucioneve kyçe, nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit e deri tek Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit pranë Bashkisë së Roskovec dhe Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, ndërsa është zotuar se do të raportojë çdo 6 muaj mbi zbatimin e të gjithë kushteve mjedisore të vendimit. Por cilat janë hijet e skandalit dhe reagimi i komunitetit? Njoftimi u pasua nga një kundërpërgjigje ashpër e komunitetit mjedisor. Legitimiteti dhe vetë projekti janë aktualisht duke u shqyrtuar nga gjykata pas një padije të ngritur nga mjedisorët Qani Redhi dhe Lavdosh Ferruni. Edhe prokuroria është vënë në lëvizje pas një kallëzimi penal të avokatit Altin Goxhaj së bashku me mjedisorin Sazan Guri. Akuzat bazohen në pretendimet e banorëve të zonës se procesi i konsultimeve publike është falsifikuar. Madje në lista gjendet edhe firma e një personi që ka ndëruar jetë. Pavarësisht akuzave, duket se grupet e interesit dhe investitorët kanë arritur të çajnë përpara në heshtje, duke siguruar të gjitha lejet e nevojshme, ndërkohë që as gjykata e as prokuroria nuk kanë mundur t'i ndalojnë. Qani Redhi, drejtori ekzekutiv i Qendrës Qytetare për Mbrojtjen e Mjedisit, thot për Blu Televizion: Ndodhemi pikërisht në territori, në tokën, në terrenin ku është projektuar për të ndërtuar teci i Roskovecit me ambientalistin Qani Redhi. Cilat janë zhvillimet e fundit për sa i përket ndërtimit të tecit të Roskovecit? Po, në datë 4 të këtij muaji, neve kishim një seancë në gjyq, ishim një seancë. U njohëm me dy fakte, njëri qesharak, tjetri shumë djallëzor. Qesharaku, ta nisim me këtë qesharakun, aty pretendoi nga kompania që kanë filluar punimet. Gjë që s'është e vërtetë dhe vendodhemi sot këtu, nuk ka as i gjurmë, as në shenjë punimesh. Po dhe sot na vjen dispozicion nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit një dokument që vërteton sipas tyre që kanë filluar punimet. Gjë që s'është e vërtetë, ata po gënjejnë, ata tallen me këtë komunitet. Pra, unë pash, në dokumentin që ma burë edhe mua në dispozicion, pash që ishte një dokument shtetëror i drejtuar njësër institucioneve, Bashkisë Roskovec, Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe njësër institucioneve tjera, ku kompania deklaronte që kishte filluar punimet pikërisht në këtë territor. Është një gënjeshtër. Ne vendodhemi këtu, nuk ka si gjurmë. Pra, nuk ka si gjurmë fillim punimeve. Unë po shikoj janë të njëjtat piketa që ishin. Kjo është piketa e famshme që u bë virale ku ish presidenti i Republikës me një varre filloi të godiste piketën, apo jo? Kjo është pikërisht kjo piketa dhe 4 piketat, por vura re që kishte edhe një shtesë në projekt, mos gaboj, domethënë një shtesë, një pjesë tokë dhe terreni që ishte marrë shtesë. Ky është ai fakti djallëzor që thash që mësuam herën e fundit në gjykat. Pa ditur gjë dhe banor nuk kanë informacion. Këtu është shtuar një sipërfaqe, një sipërfaqe që neve gjetëm në hartat që ka kompania, domethënë që paraqitet tek letrat në gjykat. Është paraqitur edhe ky trekëndshi që duket këtu, mund ta fokusosh. Po jo, i morëm pamjet e trekëndshit me dron, pra kjo pjesa këtu është shtesë. Po pra përveç ky siste domethënë saj hapësirës që janë 4 piketa të shtuar dhe pjesa e trekëndshit. Nuk e di, ma kanë dieni banor apo nuk kanë, këtë nuk mund të flas dot, mund të pyesin. Po kjo është ajo ti, janë shumë domethënë shumë gjyq qesharak ishte, domethënë për nga pjesa e palës kombëtare ti. Po ju si organizatë mjedisore jeni drejtuar bashkisë apo ndonjë institucioni shtetëror me ndonjë kërkesë për informacion, çfarë po ndodh realisht, sepse nëse institucionet vinë gjykat dhe gënjejnë, thotë që këtu kanë filluar punimet, kur këtu ne jemi dëshmitar nuk kanë filluar. Neve ju drejtojmë vetëm AKM-s për të qenë të sigurt se ato që fjalë goja ditë në gjykat, për të qenë sigurt. Po si o fjalë goja në gjykat, Po fjalë goja këtë edhe vetë gjyktari tha, a keni fakte për këtë tha që kanë filluar punimet? Kur një ditë para, unë kam ardhur këtu një ditë para datën 3 kam ardhur, ka bërë filmime, domethënë nuk kisha asnjë gjurmë punimesh. Pra janë, unë me sa mbaj mend, janë 2 momente, domethënë një moment është që kjo padi është goditur, ky projekt është goditur me një padi civile në gjykat, por është edhe një padi tjetër nga avokati Goxhaj në SPAK. Po ajo si po ecë? SPAK-u ja ka kaluar prokurorisë së Fierit
për ta vazhduar domethënë, nuk Më keni informacion për atë padi? nuk kemi. Deri tani s'kemi informacion. Pra këtu vazhdohet me projektin, pra këtu vazhdon të merret tokë dhe projekti mendohet që do vazhdojë, apo është bllokuar? Po ata ishin shumë besim plot, domethënë që ky do ndërtohet, ajo palë. Ishin shumë të gëzuar, pa fakte, pa letrat e duhura në gjykat, që edhe vetë na u shtyp në datën 3 mars, prapë kemi seancë tjetër. Vazhdon lufta jonë me. Po ju nga gjykata e bllokoni dot, po se pritet deri në 3 mars e ndërtuan atë. Po nuk e dim, neve kemi besim se mund të arrijmë diçka. Ndërkohë nuk ka munguar presioni ndaj komunitetit lokal, siç ka ndodhur me familjen Metushi, një ndër organizatorët e protestave kundër Tecit, të cilët u akuzuan për ndërtim pa leje mbi kolektor, që në fakt ndërtimi rezultonte me leje e ndodhej larg kolektorit. Prania e një force të shtuar policore më shumë se sa për zbatimin e ligjit u perceptua si një mesazh i qartë friksimi.